Qytetarët e Prishtinës janë lodhur nga ankesat, nga blokadat, nga stagnimi dhe nga lufta politike që ka mbajtur peng qytetin tonë. Andaj me drejt, Urani thot është koha për Prishtinën, e unë po ju them është koha për Uranin. Urani Ismaili e dën Prishtinën me zemër, e ka dash gjithmonë, si nxënës i shkollës fillore Ismail Qemali, si nxënës i gjimnazit Gjevde Doda, si tifoz i plak i plisave, si asamblist, si deputet, po edhe si ministër. E ka dash Prishtinën gjithmonë, e donë edhe ma shumë sot, si baba e 2 fëmijëve të mrekullueshëm, cilët është duke i rrit këtu në qytetin tonë të përbashkët. Dhe po ju siguroj edhe për diçka tjetër, përveç për familjen e tij, Urani Ismaili për një me jeton edhe për Prishtinën. Prandaj, unë e di, nuk do të ketë pengesë që mund të ndalë Urani Ismailin për të bëu Prishtinën një qytet më të mirë se sa që është. Jepja një shans Urani Ismailit, sepse duke ja dhënë një shans Uranit, ju po japni një mundësi Prishtinës për ndryshim, po japni një mundësi vetës dhe familjes tuaj për të jetuar më mirë në kryeqytetin tonë. Prandaj të dielën me 12 tetor, me dashurinë për Prishtinën në zemër, dilni dhe votoni për ndryshim. Këto janë zgjedhjet më të rëndësishme që i ka pas Prishtina në këto 25 vite. Sepse pas ngecjes së madhe me dekada dhe pas këtij kaosi që po jetojmë, ne me 12 tetor do të vendosim për të ardhmen e qytetit tonë. Do të vendosim a do të mbetet Prishtina një qytet i kaosit, i konflikteve, i premtimeve të parealizuara. A do të jetë kryeqyteti i pastër, i ndriçuar me jetë e gjallëri, një qytet që funksionon për secilin prej nesh. Dhe nuk du me pa një Prishtinë si sot, të harruar për 4 vite nga një kryetar i cili ja mori era premtimet dhe e lanë terrën mbeturina. E vërteta sot Prishtinë është e pa u mohueshme. Zoti përparim Roma nuk na ka sjell transformimin cilin e ka premtuar dhe me cilin e ka fitu besimin e qytetarëve. Ka dështu me përmirësu jetën tonë të përditshme dhe me menaxhu problemet ditore të kryeqytetit. Dhe këto nuk thon veçun. Këtë e thot gjendja secilës lagjit Prishtinës. 4 vite pa realizu asnjë projekt madhor që e ka premtuar.